Piro Gjigjo, personi cili është marrë zyrtarisht nën hetim nga programi posaçme, që është babai i cili ka patur rolin e drejtuesit të AKEP në kohën kur në fakt prokuroria dyshon se është lidhur një marrëveshje interkoneksioni mes një kompanie shqiptare dhe një shqiptaro-amerikani, që është Adriatik Shatku, dhe këtu të ketë patur ndërhyrjen, thot prokuroria e posaçme të çiftit Meta Kryemadhi për lidhjen e kësaj marrëveshje. Është edhe shtetasja Ema Çoku, të cilën SPAK-e dyshon në fakt për pastrim të parave. Pra në dosje janë 4 persona, përveç 2-ve që tashmë është Meta dhe Kryemadhi, që zyrtarisht u komunikua akuzat ditën e sotme. Edhe një sër dokumentash janë sekuestruar, apo edhe telefonit celular i zonjës Monika Kryemadhi, që i erdhi në ndihmë të gjithë kësaj dosje hetimore. Pra ti thua, celularit e zonjës Kryemadhi kanë lidhur gjithë rrjedhën. Celulari i zonjës Kryemadhi, sekuestrimi atij celulari që u gjet në banesën e zonjës nënës së zonjës Kryemadhi, ish vjerës zotit Meta, rezultoi që ishte çelësi hapjes së gjithë dosjes së Meta Kryemadhit.